për shembull UNICEF ose organizata botërore e shëndetit japin disa udhëzime të përgjithshme ndërkombëtare të tipit 1 deri në 3 vjeç. Është e këshillueshme që të qëndrojnë në kopësht gjysmën e kohës, 4 orë, 5 orë. Kjo për arsye se këta fëmijë në këtë moshë kanë nevojë për një lidhje shumë të fortë me prindin, pra kanë nevojë për lidhje të qëndrueshme atashuese me prindin ose edhe me edukatorin apo me kujdestarin. Dhe kjo duhet të jetë cilësore sepse është mosha e hershme. Këta fëmijë gjithashtu kanë nevojë për një respektim maksimal të situatave, të vaktit, të fjetjes, të ushqimit të mirë, pra ato rutinat e tyre duhet i respektojnë maksimalisht. Jo e dini shumë mirë, nuk kanë nevojë për shumë ngarkesë stimujsh, më shumë se sa përqetësi. Pra është një moshë shumë delikate e cila kërkon një mbështetje shumë cilësore dhe ndoshta puntojmë më shumë tek cilësia dhe tek koha e kufizuar. Edhe njëherë vëmendja shumë e madhe këtu është tek lidhja shumë e mirë me prindin, pra tek atashimi ose tek një atashim cilësor me edukatorin. Duke u rritur te mosha 3 deri në 4 vjeç, fëmijët mund të qëndrojnë edhe pak më shumë në kopësht, pra edhe 4 deri në 6 orë, gjithmonë duke u përmbajtur udhëzimeve ndërkombëtare. Pasi në këtë moshë fëmijët fillojnë të mësojnë nëpërmjet një loje të strukturuar, pra fillojnë të mësojnë pak më ndryshe, kanë të përfshira ato aktivitetet edhe në ajër të pastër. Gjithmonë në këtë moshë bëhet shumë kujdes në kopshtet e mira, sa më pak kohë televizori ose as pak kohë televizori, as pak fare. Një kundërshtim. Absolutisht, po për të afruar pak asaj se çfarë ndodh në të vërtetë. Pra sa më shumë loje strukturuar nëpërmjet të cilës fillon dhe realizohet mësimi. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me atë kujdesin maksimal jo teknologji, por aktivitete kësaj forme. Tek mosha më e rritur 5-6 vjeç themi që mund kemi një realizim të programit të plot, pra të ditës së plot në kopësht, edhe deri në 8 orë në kopësht. Pasi në këtë moshë fillon dhe krijohet ajo balanca midis pjesës akademike të mësuarit para shkollor dhe lojës. Fillon fëmia krijon disa rutina të qëndrueshme duke u përgatitur kështu për në shkollë dhe fëmia natyrisht fillon edhe formëson pjesën e tij sipas grup moshës, pjesën e tij kognitive, parashkollore, emocionale, ndërton marrëdhëniet. Kështu që sa më shumë orë, aq më shumë kontribuojmë drejt një fillimi të mbarë të shkollës, gjithmonë duke ruajtur atë parimin jo shumë e përlum, por cilësi. Është vërtet. Absolutisht.